Dy exit pollet të publikuara menjëherë pas mbylljes së votimit kanë nxjerrë rezultate pothuajse identike për partitë kryesore në Kosovë. Sipas exit pollit të Albanian Post në të shtatë, lëvizja vetëvendosje renditet e para me 43% të votave, e ndjekur nga PDK me 22%, LDK me 18% dhe AK me 7%. Ndërkohë exit polli i Pipos paraqet rezultate pothuajse të ngjashme. LVV-ja vlerësohet me 42%, PDK-ja me 21%, LDK-ja me 17% dhe Aleanca me 6.8%. Dallimet mes dy matjeve janë minimale, duke konfirmuar të njëjtën renditje të partive dhe një epërsi të qartë të vetëvendosjes ndaj rivalëve politik. Megjithatë, exit pollet mbeten vetëm projekcione dhe rezultati përfundimtar do të përcaktohet nga numrimi zyrtar i votave. Tashmë vëmendja është te rezultatet e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për të parë sa afër realitetit do të rezultojnë këto parashikime. Kujtojmë se në orën 19 ka përfunduar procesi i votimit në tërë Kosovën. Detajet e tjera i keni në telegrafi.com.